Po, në sëreti nonës më ka hupë krejt, stek me gjithë, nuk ka e fije me lehe. Ku me di ku ka metë. Nuk ki fotografi? Që. Mërë ko vetë se do t'i kom sliu. Ane, heqë. Nona më ka dhekë, motë 10 vjetë 11 qështu, me dresh një bo plak. U dresh e paqarë me honga, as kisha për shkollë me bledi shka asë për kulljo. Jem rritë të nga boba më martu me një asen. Njerë ke thëshin ty në herë. Njerë ka nuk e do korë për storkin. E ke një për storkin, nuk e donë. Kom hjek drejtën më thonë. Kom hjek shumë. Kom hjek se s'kish kush më më qyrë mu. Unë im konë zotë i vetë vetit, që unë kur shkësha në punë, i lamish për larë dhe kur asha, i lamish se u deshke dhe milaqe të punën në 2 ditë, pa orëshme. Ose këto, ose aqe. Edhe drejtën më thonë në patë, lishërë në patë vetë, kom bre ki karzuj ati, a nonën, a babën, që po të sjellë ka që mira dhe, ja motën, ja me gru. Tha shumë në fillë vetë jam me një bo plak. Shumë po shkërë dyqysh pashtë, po shkërë tha. Që të veta tha. Që nga fëmiria jeta kishte rezervuar peripetit të shumta për Gjevat Bytyqin, nga fshati Mirosal e Ferizajt. I lindur pas 2 vajzave, Gjevati ishte djalë hasret në familje. E ardhja e tij në jetë ishte një gëzim i madh për familjarët. Por jo për shumë kohë u gëzua edhe vetë ai, pasi që në moshën 10 vjeçare i vdiq e ama, duke detyruar që në moshë të hershme të marrë në dorë freret e jetës. Për ne rrëfin me madhë se si nëna e tij ndronte që ta bënte dhëndër, por vdekja i apreu në mes këtë dëshirë të madhe. Me vdekjen e nënës, Gjevati u detyrua që në moshë shumë të hershme të filloj të punoj, kështu duke ndërprer edhe shkollimin. Ai shkoi në Shkup, ku të njëjtën kohë me punën e kreu edhe ushtrinë. Po nona dajmë ka kohë se kishim pas dhe dërgjem heret. Edhe ku martëshin këshia të dërgjem, aja nëske kojke për mu. Të na që kene dytëm reke kanë herë, edhe reke të na nona, ke dytën, që i vënë nga asërët e pritën këto, që po martuën të këshive, se i na gjekëshu që zuti që ne ka falë, e të për reale, o. Që si, 15 vjeqën në punë, njerë në Shkup, të nga komorën 3 kërgërkoj që një paqeni zonin për të zeqës. Më sa u gohë që janë gjithë mas prame e amin. Të jetën e kom lona... E ki lona, se ki kryt do më thonë? Jo, së në kryta kej, se u dëshke me hongën. Një bo plakut, së më kaj me punu mo. Edhe e dash. Të nga edhe ushtrinë e kom kry në Shkup. Kom punu këtu si fizik. Kur kom morë, që të përdozesht e kom morë për moratore e kom morë. E ki morë këtu në Kosovë? Po, atë kvalifikimin e kom morë. Gjevati thot se pavarësisht se në atë kohë shkollimi praktisej shumë herët nga të rinjt, shumë prej tyre kishin mundësi të mësonin për jetën në një shkollë tjetër, siç i quan ai Odat. Ndërsa thot se pleqnarët që rrinin në Oda ishin mësues jete, fjala e të cilëve dëgjohej dhe respektohej nga të gjithë. Në mes tjerash, Odat ishin edhe vend mirëpritje për çdo mysafir që kërkonte konak. Një mysafir qarke, nga Todën, edhe me por një dëdimia, një gjaket vjerë, në derë atë. Atina da maqini për shemë që ne e ke nëvët, a i thëjke, ti nuk të koke da maqin, po të koka gruja. Se pas ka vjerë, të jeshen në baskia të, në derë. Në kënë të meqëm. E kanë ditë, shka bëndë së, shka bëndë nesër. Musafiri u pritë shumë mirë. Shumë mirë u pritë. Edhe ka posë gëzim ku arke një musafir. Se lushin figjona, lushin kapuqtën e... Gjithë nëtën e gotë, o konë i farë knasi e mirë o konë drejtë, më thonë.
Ka kalu mo e ku mos. Mirë po, sipas tij tashmë modat kanë humbur rëndësinë e tyre dhe një nga arsyet është largimi i të rinjve. Sipas Xhevatit, të rinjt kanë arsyet e tyre pse po e braktisin vendin, pasi që me pagat në Kosovë është e vështirë të mbjetohet. Fajtor për këtë gjendje, ai thotë se janë të gjithë pushtetarët që e kanë udhëhequr vendin deri më sot. Vëlloj ka gabim nëse u do të ka orkuar që për mi prisha, dhe se një ka ndolli ashtë këqyrë në trezin e vete, s'ka mu pleq, për qëto i kanë prish. Vëlloj po se Ta manë moshtë, në. rroga pore nuk ko, a do me jetu, me pas jetën matë mirë. Shka mund me bone kja dhe unë për shumë 100 euro, s'po dole një laqe. Shka mund me bone, hajde shumë. Këto i ka, kjo hësia. Përra veç po këqyrë me të shnu, me unë për vete, po flet luja e nonën, del ku del, s'loka e dorë në 4 anët. Sa ka një asë për ty, asë për mu. Kjo është e, s'mati, nuk mot, kështu. Në fund, Xhevati foli edhe për jetën e tij, po tha se me raste takohet me disa nga shokët e pak që i kanë mbetur. Shpesh në bashkëbisedime me shokët e tij, ai bëhet nostalgjik për të kaluarën, për respektin dhe dashurinë që ekzistonte mes njerëzve atkohë, e të cilat tashmë janë venitur. Por nuk mungon as qarja e hallëve për vështirësitë me të cilat përballen të moshuarit sot. Allo e sukur që ta e që fikoj, që si djete, që s'kena ernu për pora, që s'por nëmë që ta e, ka një farë fanatslike, si thu, sukur e foli, respektim s'kiem një një qetin, e la kanë kërë thu si që e ke reja, ka e lujt nonën, ja ke myt nonën, babën, në e vloa, në e diçka, dhe. Nuk nërët me si njeri më të qëra ata të meqmit. Na jem zërë për një njeri që është i meqëm, që të respekton, të adedetin, të ide halët, të fladit me fjallë. Shka është ma e mirë për njerin, o fjalla e amël që e fladit njerin. Jo më të thu, esë, fjallëm esë, të aprish zemën, të aprish. Të shkojnë në gjami, bënë holë, në dresh, bënë shkatur, kurse si e njeri, shkojnë në kotë, shkojnë. Në në kotë, si e të uë bërë në 100 euro. Hajde. Si e të uë. Unë primi 30 vjetë e Kosovë, përvoj punës i kam, 100 euro. Të në shokon oti. Në qëka e harëzën ato 100 euro? Që, ilaqë, që të kemi ilaqë, 5-6 euro kja, 5-6 euro, unë, po të kështë në punë për gjë. Ka pa kartë me bje. Ne u ndam nga Xhevati me shpresën që gjërat do të ndryshojnë për mirë dhe të moshuarit të kenë një jetë të dinjitatshme.